Miqtë Prizmës, në samitin e NATO-s, aty ku ishte dhe presidenti Trump, u morën dy vendime të rëndësishme, masi u diskutuan edhe shumë probleme tjera. Dy vendimet e rëndësishme ishte ai i 5%-shit i imponuar në një farë mënyrë dhe me arrogancë nga presidenti Trump, por kjo arrogancë duhet theksuar, vjen si pasojë një neglizhence katastrofike nga të gjithë anëtarët, përfshi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë kontribuenti më i madh i aleancës, por sidomos nga vendet të fuqishme, të pasura të Evropës Perëndimore. Kjo gjë ka shkaktuar disproporcion frike dhe morali politik, sepse në radhë parë kjo aleancë është aleancë politike dhe këtë tash nuk mund ta mohojë kush. Po kur themi aleancë politike, pastaj duhet themi se këto politika të mbrojtjes dhe politika të politikës duhen bashkërenduar përballë atyre të cilët sigurisht mund të konsiderohen në mënyrë strategjike dhe jo aleat. Dhe vërtetimi ishte lufta në mes të Evropës midis Rusisë dhe Ukrainës. Pa i hyrë se kush është agresori dhe kush është viktima. Edhe sa faje mund të ketë viktima dhe sa faje mund të ketë agresori në nisjen e kësaj lufte dhe sa faje mund të kenë dhe të tjerët në nisjen e kësaj lufte, sepse sigurisht pa dashur të mbrojë Rusinë në asnjë centimetër territorial dhe në asnjë milimetër peshë fajit politik të jashtëzakonshëm që ka. Dikur ishte vendosur një deadline për të mos iu afruar as NATO, as raketat kufirit me Rusinë. Dhe ky kufi është thyer në mënyrë të vazhdueshme në 20 vitet e fundit. Edhe raportet në fillim me Krimen, pastaj Odesën dhe Donbasin dhe gjithë tjerat. Pra duhet parë në këtë vështrim dhe duhet parë se sa i përgatitur jeti, ndërkohë që shpeshherë kemi thënë merrin naftën dhe gazin rus, paguanin parat dhe mbrojtjen e kërkonin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me presidentin Trump kjo gjë tash ka rënë. Sepse ai ka një parim tjetër. Nëpërmjet një lufte dhe forca i vendos paqen. Këtë e ka të shprehur qartë. Dhe strategji, po nuk është se këtë lloj strategjie Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë pasur ndonjëherë tjetër. Mund të kenë ndryshuar, sidomos me parimet duke filluar nga Obama dhe Biden, por kjo është një ndryshim i Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk mund të quhet një ndryshim strategjie e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sepse në fundit, shembulli par excellence i mbylljes së luftës dytë botërore është pikërisht ky parim. Përdorimi i bombave atomike në Nagasaki dhe Hiroshima këtë vërtetojnë. Është një krim që bëhet në emër të paqes në botë. Sigurisht që është një krim. Një krim që vret mijëra e mijëra njerëz. As kërkush nuk mund të thotë që por kështu e kanë zakon njerëzit. Një vdekje është një vdekje. Shumë pastaj bëhen statistikë. Dhe shumë kthehen në luftë, nëse Hitleri nuk do kishte ngritur kampet e shfarosjes, lufta do ishte konsideruar luftë. Pushtuese, dakord, kriminale, po thjesht luftë. Në këtë pikë dhe gjendja emocionale e një organizate të tillë, siç është NATO-ja, e cila ka harruar të armatoset dhe riarmatoset, dhe sigurisht duke përdorur paqen ka kontribuar në rritjen e tensioneve të luftës, duke mos parë mirë se çfarë bëhet brenda për brenda një organizate e cila duhet të pësojë ndryshimet. Në të vërtetë janë 32 anëtarë. Dhe në të vërtetë me Trumpin Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë lëvizur nga politika e tyre e mbrojtjes. Kanë lëvizur sepse ata nuk duan më që të jenë vetëm ata që sigurisht harxojnë para. Duhet gjithë të jenë kontribuent. Dhe në fillimet e tij, mandatin e parë thoshte 2.5%, tash i ra shkurt tha 5%. Është një arrogancë, por në një farë mënyre për një 10 vjeçar
kjo pastaj mund të jetë edhe e përballueshme dhe e arritshme nga buxhetet, sepse sigurisht ata para do të gjenden ke buxhetet e shteteve përkatëse. U mor ky vendim. Vetëm një debat kishte, sepse Spanja jo nuk ishte dakord, po do të firmoste po të njëjtën gjë, po Spanja me kryeministin Sanchez po këmbgulte që të prisheshin sigurisht ato marrëveshje që kishin me Izraelin, sepse e quan një qeveri gjenocidale që ka vrarë pa drejtësisht në Gaza njerëz. Dhe ky është mendimi i një socialisti si Sanchez. Sigurisht mund të konsiderohet një ekstrem, po sigurisht është në drejtën e vet që ta thotë. Dhe unë zakonisht i kam qef njerëzit që kundërshtojnë kështu. Jo a priori, jo në mënyrë që unë duhet ja kundërshtoj të dalë vetëm. Kur thot një diçka që edhe qëndron. Normalisht që nuk e di, po tisha dhe unë, edhe nuk do të thoja gjë, pavarësisht se nëntë mund të bësh edhe biseda të tilla. Do që Izraeli e ka jo tepruar, por stërp tepruar këtë gjë. Por Sanchez e tha qartë. Të gjithë e interpretojnë si nuk ishte dakord, por në të vërtetë Sanchez do një farë mënyrë do ta afirmosë edhe ai atë 5%-in dhe në qoftë se do ta vonojnë, mund ta vonojnë për firmosje për një moment të dytë, por aty ka për të arritur edhe Spanja, se në të vërtetë mund të jetë një arrogancë e Shtetit Bashkuar të Amerikës e presidentit Trump, por është e drejtë për të shpërndar peshën e një riarmatimit, një balancë të jashtëzakonshme, mos ta harrojmë që nuk i kanë shtete mikë, si Rusin, ashtu dhe Kinën, që janë fuqi të jashtëzakonshme ushtarake. Aleanca e NATO-s këtë sigurisht e di. Dhe shumë shtete tjera të cilët nuk janë pjesë aleancës, që është India, që është një shtet me armë bërthamore dhe që nuk është në aleancë. Pakistani, që është i super armatosur, e që nuk është në aleancë, dhe që ti nuk i ke të sigurta se si do të sillet. Pra në këtë pikë ka plotësisht të drejtë. A është e drejtë bota që vepron kështu? Sigurisht që është gjë më e pa drejtë. Po, a ka rrugë tjetër? Tani për tani nuk ka rrugë tjetër. Për pa dalë në i fuqi hyjnore që t'ja mbyllin mendjen tyre nga lufta. Tani për tani vazhdon po e njëjta teori. Ajo që nëse Irani nuk merr vesh, ato bombat e bën që të marrë vesh. Dhe kjo besoj është e kuptueshme. Paqja nëpërmjet dhunës ose forcës vazhdon të jetë, edhe pse është padrejtësia më e madhe e botës, vazhdon të jetë zgjidhja. E dyta ishte vendimi që u mor për Shqipërinë. Sigurisht e kishin planifikuar. Por asgjë nuk ishte planifikuar pa ardhur presidenti Trump. Edhe normalisht që duke u thënë kjo, aja provoj që po, samiti i ardhshëm do të ishte në Shqipëri. Dhe një nga vendet, përveç nesër është edhe Maqedonia dhe Malizi që jemi vendet të vogla, është edhe Luksemburgu, jo të armatosura, por aleat, e si duket vendi më partner, më besnik i Shtetit Bashkuar të Amerikës që merr aprovimin e tij, që sigurisht nuk mund të ketë gjëra, për shembull, që të jetë gjysma popullsisht kundër NATO-s, siç është për shembull Maqedonia ose Malzi, është Shqipëria. Edhe sigurisht ajo di tregoj, edhe normalisht u realizua dhe presidenti Trump sigurisht ishte dakord që të bëhet Shqipëri. Tash pyetja është e tillë. A mundet NATO të bëjë të një narkoshtet, që thot Sali Berisha dhe Partia Demokratike e Sali Berishës, samitin e NATO-s? A mundet presidenti Trump dhe të gjithë kryeministra presidenti Macron, ose dhe fjala kryeministri britanik, kryeministra italiane, ose dhe fjala presidenti Erdogan, njerëzit e fuqishëm të NATO-s, ose dhe vetë kryeministri Sanchez, që është miki i Edi Ramës, edhe kryeministrat të tjerë, që janë pjesëtar të kësaj organizate të shkëlqyeshme, ushtarake, po themi, dhe politike, mos harrojmë, është politiko-ushtarake, dhe që quhet NATO, të bëjnë samitin e tyre në një narkoshtet, tash këtë duhet të marrin vesh edhe shqiptarët. A mundet gjithë bota më e fuqishme, iq Japonin, po themi, Japonia nuk është NATO, dhe kryeministri kanades, të marrin vendim që të bëjnë një
summit të tyre, i cili është nga më të rëndësishmit në botë, mos qoftë më i rëndësishmi në botë, është i barazlefshëm, bile është më i lartë se G7. Sepse me të vërtetë aty janë 7 shtetet më të fuqishme të botës, edhe Bashkimi Evropian po them. Po NATO ka edhe disa shtete të tjera që janë të fuqishme. Janë të fuqishme edhe ekonomikisht, jo vetëm ushtarakisht. A kanë mundësi këto shtete, bie fjala presidenti ose kryeministri polak, edhe gjithë ato, ai holandez, ai portugez, nuk e di, çfarë t'ju përmend tjetër, grek, komshi jemi. Ta zhvillojnë këtë të vinë të një narkoshtet, dhe një narkotrafikant. Këtë të shti, këti majmunizmit, majmunatit, si mund të shpjegojnë këta, si mundën ta, a mundën këta njerëz të vinë këtë narkoshteti? Me logjikën e tyre thonë po, sepse sigurisht i ka blerë Edi Rama, deri këtu ju shkon marzia, sepse ata besojnë njeriu më katastrofik, më imoral dhe më anti-shqiptar që ka prodhuar ndonjëherë kjo tokë, që ka lindur në këtë tokë. Që thot narkoshteti, narkoshteti, e kuptoni ju narkoshteti? Narkoshteti është domethënë që droga urdhënon edhe qeverinë, ka në dorë gjithë demokracinë dhe gjithë shoqërinë shqiptare. Dhe ky lloj shteti tash mbledh summitin e NATO-s. Mirë mblodhi summitin evropian me 44, 45 presidentat dhe kryeministët. I mblodhin në Tiranë të gjithë ata. I erdhën. Po tash mbledh edhe summitin e NATO-s me presidentin Trump. Dhe vazhdojnë bëjnë këtë lloj politike. Kjo tregon smundjen e madhe që kanë, smundjen e jashtëzakonshme të pashërueshme, janë patologjikisht të pashpresë. Nuk ka ilaçe, nuk ka kur, përveç faktit që mos ekzistojë më njeriu që u ka hedhur trut e gomarit. Mirë, po ata e besojnë ata, dhe tash nuk është më faji i tij, është faji i tyre. Ata janë njerëz të tillë, ata janë gjithmonë në anën e keqe të historisë, në anën e poshtër të historisë, janë në anën e gabuar, të fajshme. Ata nuk janë as në anën e gabuar të historisë, janë në anën e fajshme të historisë. Ata pështyjnë për vendin e tyre. Ata për urrëtitjen patologjike që kanë për një kryeminist dhe pse humbi, urrejnë vendin e tyre. Mund të urresh kryeministrin në një vendi, po kur vendin tënd? Shtati Berisha demolon vendin me ka me Shqipëri, nuk e ka me Edi Rama. Edi Rama ati i bën merë. Dhe Edi Rama tash fajsisht shfrytëzon Sali Berishën. Fajsisht. Tashmë është faji i tij plotësisht. Në mandatin e 4, nëse ai e toleron në këtë lloj drejtimi, në pështymjen që i bën Shqipërisë, sharjen, fyerjen që i bën Shqipërisë, që e toleron në këtë lloj drejtimi është i fajshëm. Kurse këta që vazhdojnë e marrin trut e tij, janë njerëzit më të nuk e di se çfarë emri tyre është. Janë gati në kufit e çmendurisë. Gjithsesi, 2 vendime nga summiti i NATO-s. 5% e buxhetit do të shkojë për 10 vjet për ushtrinë, për mbrojtjen, dhe summiti i NATO-s, një nga më të rëndësishmit në botë, në 2027, më i rëndësishmi, sigurisht është më i rëndësishmi, pretendohet që të mbyllen disa luftra, do të bëhet në Tiranën tonë. Ndërsa ai që urren vendin e vet, ka për të thënë që ky summit bëhet në vendin e narkoshtetit dhe njeriut që drejton narkoshtetit. Dhe sigurisht, vetëm një njeri të tillë ka në Ballkanin e Evropë. E ky është komunisti i fundit që ka, bolsheviku i fundit, bolsheviku i fundit që ka Evropa dhe që quhet Sali Berisha. Dakord, miqtë mi? Tjetra është ai diskursi që do të bëja për patinat. Ju e dini të ngjarjen me ato trit. Ne nuk kemi një vend që mund ta përballojmë dot elementin infrastrukturor për patinat. Nuk kemi rregull, nuk kemi moshën e përcaktuar, veshjen edhe standardet e atyre që ecin me patina. Ato janë të egzageruara. Një mungesë të jashtëzakonshme ekuilibri, hypjen e 2-3 tri, adoleshentë dhe të vegjël, nuk vishin zvendosin kaska dhe mjete mbrojtëse, nuk zbatojnë asnjë lloj semafori dhe asnjë lloj rruge, rrugët nuk janë përshtatshme për to,
dhe ndodhi ajo katastrofa në Tiranë, me 3 të rinj. Sipas meje, duhet ndaluar qarkullimi. Më vjen keq për shqipësit, tregtarët e tyre, po patinat në Shqipëri nuk kanë kushte, sepse kemi një shoqëri pa përgatitur, infrastrukturë dhe mungesë të jashtëzakonshme të rregullave për monopatet. I themi patina se jemi mësuar dim shkollë, po monopatet. Do të rrish në një ekuilibër, kurrën e kurrës monopatet nuk kanë ekuilibrin e biçikletës. Kurrën e kurrës. Nuk janë të regjistruara, nuk përcaktohet mosha, nuk vishesh, nuk vendosen kaska, nuk ka sinjalistik, shpeshherë janë të dobta, shpeshherë hipin 2 veta, 3 veta. Nuk mund të përdoret më, nuk mund të durohet më ky lloj. Kam parë vetë rrëzime katastrofike dhe një me fatkeqësi njerëzore edhe në Shkodër. Iku djalë i ri për rrëzimit. Në këtë rast duhen larguar me ligj, nuk duhen lejuar. Kur nuk jemi të zot, vendosim rregulla në një shtet i cili i zbaton ato rregulla. Ne në Shkodër bëj fjala thyen semaforin me qëllim. Thyen rrugën e biçikletave me qëllim. Shkodra është më vjen keq që e them këtë, më e paqytetruar në Shqipëri për këtë punë. Është qyteti më i paqytetruar. Shes ciment me qytetrimin tonë, në të vërtet nuk ekziston më ajo Shkodër. Nuk është ajo Shkodër, ka ikur ajo Shkodër. Sot është krejtësisht Shkodër tjetër. Shkodër pa qytetrimi dhe mungesë të jashtëzakonshme të urbanitetit. Ajo Shkodër me cilën krenohemi ka shkuar një herë përgjithmonë dhe nuk kthehet ose kur kthehet shumë vonë. Dhe sigurisht jo me brezin tim edhe të atij që është mas meje. Duhen larguar monopatet sepse sigurisht do të bëhen, janë 500-600 muaj, thyrje krahas, duarsh edhe koke, do të shkojnë 1000. Dakord, miqtë e mi? E fundit, që desha të them dhe që desha që të përcaktoj shkurtimisht. Duket sikur shumë njerëz lidhin krimin Gaza edhe me çështjet religionare, edhe me çështjet tona, edhe me qëndrimet politike tona. Vetëm po kujtoj diçka. Kur serbët në Srebrenicë dhe kur bësh krimi më i madh në Bosnë, dhe ky krim ka kaluar 200.000 njerëz mes Evropës. Jo 50.000 e 60.000 në Gaza, po 250.000. Midis tyre burra, gra, fëmijë. Çfarë bënte Irani, Yasser Arafati dhe Palestina? Ja po ja them unë, i dilnin zot kriminalit, Miloševićit se e kishin mik. Shikonin, jo religionin, po shikonin përfitimin e tyre. Çfarë bëri Irani dhe Palestina kur Miloševići, Serbia, po bënin gjenocid tjetër në Kosovë. Çfarë bënin? I dilnin zot Miloševićit të Serbisë, jo religionit të shqiptarëve. Tash del dikush këtu dhe thotë ju kështu, nuk do të përmend religionin, sepse ata nuk janë religionarë, ata janë majmun. Ata duhen të na mësojnë që ne nuk jemi shqiptarë, por jemi musliman. Për këtë tash ata duhet të shkojnë në hell, ose ku duan ata le të shkojnë, sepse ne jemi shqiptarë. Sigurisht jemi vëllezër gjithë. Si të jemi musliman, si të jemi katolik, si të jemi ortodoks. Këto leksione ata nuk na i japin dot. Por çfarë bënte Irani me Yasser Arafatin edhe me Palestinën? I dilte zot Serbisë edhe Miloševićit. Tash po kthehem ditë të sotme. Kush janë këto që duan ta mësojnë se kujt i dalim zot ne? Sigurisht që unë nuk aprovoj asnjë lloj gjenocidit, as Izraelit, as kërkujt. Ata që vrasin meten gjithmonë vrasës. Absolutisht. Po leksione këta majmun ne nuk duhet na japin. Ata ishin kundra shqiptarëve kur shqiptarët vriteshin. Nga serbët, nga Miloševići. Kur ju krijohesh mundësia e gjenocidit dhe kur ju dhan arratim. Si shteti i famshëm islamik i Ajetullahve, shteti kriminal i tyre, ashtu edhe shteti palestinez. Fërkonin duart kur Miloševići vriste
shqiptar këtu. Dhe nuk I vrishte se ishin thjesht musliman, po I vrishte se ishte racë tjetër, ishin shqiptar. Të tillë majmun që majnë leksione nëpër Facebook, duhet të shkojnë edhe I herë në hell, kështu I thonë në anglisht. Të shkojnë ku ata kanë dëshirë, po jo këtu me ne. Sigurisht që janë të fajshëm, sigurisht nuk janë të dishëm. Këtu nuk është çështje e Izraelit, edhe këtu nuk është çështje e askujt tjetër. Nuk më intereson fare. Ne kemi lidhje, ne kemi njohur në kotën deri të kemi njohur shtetin e Palestinës, pa qenë shtet. Edhe vazhdojmë ta njohim. Me demokracinë kemi njohur Izraelin. I kemi njohur të dyja. Askërkush nuk ka dëshirë që të ketë vrasje. Por ne I dim se kush janë miqtë dhe kush janë armiqtë. I dim, e kemi të qartë. Kush na përkra kur vriteshin shqiptar dhe kush nuk na përkra, ishte me armikun. Këtë tashin ne nuk e harrojmë asnjëherë. Asnjëherë dhe nuk do harrojmë kurrë. Asnjëherë nuk do ta harrojmë. Unë s'pakut nuk e harroj. Irani dhe Palestina ishin dhe janë vazhdimisht me Serbinë, janë dhe do t'jenë, kam përshtypje, gjithmonë me armiqtë tanë shekullore. Dhe ishin atëherë kur po vriteshin shqiptarë. Ishin atëherë kur masakroheshin 250.000 bosnjakë. Nuk ishin me bosnjakët, që ishin musliman. Jo ishin me ato që po I vritnin. Janë shtete të cilët bashkohen sipas interesave të tyre. Dhe të sot duhet përdorin dhe religionin. Kjo është marrëzi. Dhe jo vetëm që është marrëzi, po është edhe padrejtësi. Prandaj ndërhyjva miqtë e mi. Unë kështu I shoh gjërat. I shoh kush ka mbrojtur kombin, shtetin, dhe për mua ai është miku. Jo ata që nuk e di se çfarë shohin dhe merren me marrëzira, sidomos ta majmunët e Facebookut. Dakor?